Hajre dine pasha, o poj vjeno në di, I kësë valo ku jano, to male te di, I brësë valo ku jano, to male te di bres. Po në këfur gjori I cesë bajno ku veno Po në këfur gjori I cesë O në fu gjaritës O mare te o kala O ja hajre din pashën E ka gjeto bela O ja hajre din pashën E ka gjeto bela ja. Hajde! Ukall Zjarë quna! E gjeto belaja pashën si ma ka gjete malete dibres o janë lidho me di E ke malete dibres o janë lidho me di ke O lidh me vdeko Marian lidho te to O ne turkun ndibër O mos me ela O ne turkun ndibër O mos me ela ne E hajre din pasha o marë krije hueta që srife dibra pash mor me kërba A që srife dibra pash mor me kërba që O hajde din pasha marë një këraje shena A I ke nuk është dibra pash morë selena A I ke nuk është dibra pash morë selena I ke Selena I ko po nuk ashtu për ne E pe sigur ma lipe pash ndibër o ma gje E te sigur ma lipe pash ndibër o ma gjete O hajre dine pasha ku e ke lon ushtri I ne malet e dibras besa mi kanë ngri I e jo ma pako morë se 12.000 Kanë me të nisti kome e në vores kanë hi Përshëndetje, ja të kemi përsëri tek Zozo Podcast. Këtë rallë, jemi me dy super këngëtarë, dy çuna kinga, po I kena nga Veriu. Po bëhet tradit këtu ke emisioni jonë që muzika veriore tjetë on top. Ju prezantoj me dy djem të shkëlqyer. I pari që vjen, prezantohu vetë. Fatmir Toca nga Dibra. Fatmir Toca nga Dibra. Dhe Fitim Qenani nga Kuksi. Fitim Qenani nga Kuksi. Kemi një Dibranali dhe një Kuksali të dy bashk. Si u poqët ju të dy, valla? Na bashkoj kënga popullore. Na bashkoj kënga popullore më gjas si parull komunizmi kjo që jam. Kështu kemi përdorur ne në. Okej. Çuna, performanca juaj
e shkëlqyer. Faleminderit. Juve patjetër shko. Të kanë myt veriorët, më duket. Ore për zotin nuk e di çfarë po bëhet. No mizi, kong me shpata, me kallasha, me të vra, me 12.000 të vdek. Top Channel ka pe lajmin Fushgjoricës. Më kujtohet me një vend, me një tikua dhe na boti një farë kështu, domethënë se pse në Çifteli nuk knoni këngë dashnie. Si mund t'i knosh dashnis? Tash me sa dim na, fillim me marim ajo është Çiftelis ja knu trimnis. Ja knu edhe pak, po jo si sot. Ore, me vërtet Çiftelia është instrument që kno vetëm për histori. Kena fillu për me zbut këtë kote fundit, me fut një kështu. Kanë fillu me i knu dashnis me Çifteli. My Man ka qenë një këngë në festivali radio televizioni shqiptar, Gili mduket me dy tela Çifteli knote dashnis. Po, ka shumë këngë çiknë. Ka shumë. Çiknojnë Çifteli, çiknojnë dashnis të nderuar miq me Çifteli. Shumë mirë. E kërkon puna vet, jo se. Po, shiko shumë magjik ajo vegla me dy tela, mrekulli. Çiftelia, domethënë, në ato tela, në ato nota është tregu çdo lloj historie, është tregu çdo lloj ngjarje, është tregu çdo shumë gjëra janë treguar në ato nota të Çiftelis. Sa e thellë kjo, Dhe është diçka që ka jehon, ka kënaqësi, ka të bukurin e vetë. Për ato, me ato dy tela Çifteli është knu për legjendën Skënderbeun, apo jo? Patjetër. Për Ademi Asharin. Për lloj. Për sa boletinin, shumë boletinit, më thonë. Okej. Është mbi emër kosovar. Shumë mirë. Mua më pëlqen me vërtet muzika e veriut, por është e vështirë. Është shumë e vështirë. A keni vështirësi kur e knoni këtë lloj Ne realisht jemi mësu tash edhe na bën si rutinë, domethënë. Kur ne jemi me organo, fjalabia është ndryshe organo, ndryshe Çiftelia, sepse Çiftelia përdor me një farë si në forma e tallavas, je i lirë, mundesh me kënu çat dush ti. Freestyle. Po. Okej. Çifteli je po ti shofish mund të bësh shumë manovra, ndërkohë që pret ajo se bie, tring, ti vazhdon. Edhe po harrova një fjalë, prapë do të kujtohet ajo se vazhdon sërish ritmin, nuk është se e humb. E ke vetë në dorë çdo lloj ritmi, çdo lloj. Je vetë zot e vetë shkopi themi ne. Çifteli, ë? Po, shumë kurioz për t'ju dëgju, po është surprizë. Pas pak çuna do performojnë njëri me Çifteli, tjetri me Sharki. Do jetë një surprizë që s'ka për t'ju aprit menja. Okej. Çuna, kush është kënga tjetër e radhës? Ne do sillim disa këngë realisht, do mundohemi të marrim këtë pjesën e veriut tonën. Po patjetër se muzikaqarë s'knoni. Që mos tim shumë thellë se janë shumë këngë që knohen, po ne do kënojmë këto që janë më kështu se realisht është një farë. Tash ne po e themi, janë kënu shumë këngë. Dhe mirë tha edhe ky kolegu që me një këngë kanë shpreh shumë ndjenja njerëzit. Kanë shpreh ato që një zonë ka himën. Ka shpreh, domethënë komplet historinë e zonës e ka më të këngë. Po. Dhe nuk duhet devijohet ai këngë. Jo, absolutisht. Për fatin e keq që janë deviju shumë këngë, por nuk duhet devijohen. Duhet të kënohen ashtu siç janë, ashtu siç i dinë për të kënuar. Po, pas ke ndinjat, më duket. Po, patjetër se s'kemi. Nga këngëtar, si mund për shembull dalësh të bësh një këngë fjalabie na knojnë pushit nëpër kulla, ta deformosh ta nxjerrësh me një krah tjetër. Po prit tani një sekond se ajo këngë mund të ketë një 20 strofa vlla. Kush nga ta e di gjithë këngën? Sa strofa ka? Ai ka shumë pak edhe shumë e thjeshtë për të kuptuar. Thjesht e kanë kënu, domethënë kanë filluar, kanë bë. Gjithsesi do t'ja lëm stafetën Kuksit i herë që. Okej, Kuksi me Dibrën janë bashku sot te Zozo Podcast. Okej. Ziar maestro. Me det si o bumlo, ojnë luma Serbia, me det po me lufto. Ojnë luma Serbia, me det po luftojnë. O luma Serbia
po mi maro, oj ne stalno gazetat me det po mi marojne. Kuro vi kati Ramadan o selma, ani bini mordje mo se na shkojo vata, ani bini mordje mo se na shkoj vatani. Oh, bini bredje mo, ndashime i ra, o e hyni Serbia nër culle nër gra, o e hyni Serbia nër culle nër gra. O sheja e luman morot mu lojni gja, a ke po i thot drinit o një mona pa, a ke po i thot drinit o një mona pa ke. Oh, nuk jam Serbi, marë pa uno jam lu, u ma si o ta mushi, haj gjok si no me bëllu, u ma si o ta mushi, haj gjok si no me bëllu ma. Orale! Ta mush gjokë si pluma, Djem të lumes mor, po i qos kanë de, erte ka një lufto, e bojnë vjeto për vjet. E te ka një lufto, e bojnë vjeto për vjete. O ka janë lufto e bajnë vjet për vjet, jetë që ma faruen haja sherin kërë, jetë që ma faruen haja sherin kërë. Uale! Ju lumë dë goja. Faleminderit. Qa ishte kjo kongë, mëse na urën qeth mishi. E po kjo është e që thashu se këtu të regon historit e vetë. Jo, ishte super për burrat e lumës. Pa tjetër. Për burrat, për trimat e lumës. Për trimat e lumës. Shumë këngë e bukur, shumë Disa emocionose. luftin e kam bën njerëzit para nesh ne kënojmë studio për shembull. Mund të imagjino se sa ka luftu baballarët e gjyshat tonë për këtë diçka. Edhe do rëndësina vetë kjo këngë pa tjetër, do interpretim, do ndjenjë, do pa tjetër, sepse është këngë o vlla që do përgjegjësi të madhe kur ta kënosh. Tjetër, do të kesh. Domethënë për këtë e kishe fjalën ti që i ndryshojnë këngët e... Pra, se i modifikojnë, kemi dhe i tjetra avash. Ashtu, me kalimin e kohës. Kjo ishte super kongë, edhe mendoj që kjo konga do bëhet viral. Shumë viral do bëhet. Tjetër që po. O çuna, po si keni marrëdhëniet me dasmat, me evenimentet, a merrni shtrenjtë të plak apo? Afrohemi të tjerë, no. Afroni të tjerët. Po mirë, sa i keni gjobën ju për dasëm, me kënu kong trimash me qifteli? Të shi, me i thënë kreta në atëre, kam fikse nuk na morin më, kështu që ma mi t'u alim surprizë, këta këtë. Po mirë, gjithsesi, neve kemi numrin e kontaktit, ke çdo video që postojmë, dhe kush është interesuar, pa tjetër, na telefononi. Okej, kush ishte ajo kënga tjetër që the kemi dhe tjerë? Me ata du të ta bëj përshëndetje ty atë këngë. Më ma bo mu? Kam dëgju që ke ca rënë nga Dibra dhe ti kështu. Po, pa tjetër. Bra, shef. Jo, fillon surprizat, Avash. Okej, Këtë ku jena? okej, çunat me një këngë tjetër. Kjo është tek nga vetëm për mu. Sipas deklaratës së Gjova.
Hajde Shqipe! Oj, viene era morole teze, eza vino prej molit moro breza bre, eza na kashkelo bohas mio te dera. Dale. Jo nuk e tunde në ku Ullat lot burni so fort Po mate në bu Urat se lëshojnë Plamen jo pa ndru E kësular O ju lumt goja. Faleminderit. O vlla, se argjove pluma ti. E ka me vetëm bushe. Tamam. Ore çuna, për zotin shumë këngë emocionuese këto që po prekni sot ju. Si është puna juaj valla? Me këto këngë. Histori kudo ku ta Të njeni ta pasionum pas këngëve dhe këto janë që kanë histori, bravo. Histori edhe Këto janë këngë që të risjellin çdo Aty e gjen veten më shumë ti me thonë. çdo çlirim të
të Shqipërisë herët bëhet fjalë. E kuptoj. Dhe këto janë risjell në këngë, janë risjell në domethënë Imagjino sa këngëtar e kanë kënu para ju shkët, edhe janë gjallë këngët akoma. Pa numër. Realisht shpresoj që të ketë edhe një brez tjetër mas nesh që t'i majnë sërish, që t'i kënojnë sërish ashtu si që duhet për kënu, e pse jo të zotërojnë edhe qifteli e sharki, se janë Pa tjetër, tradita do rujt gjithsesi. Inshallah. Këngët, instrumentat, historia do rujt. Po kjo është problemi që thash para, se duhet rujmë historinë ashtu si ç'është. Po, Dhe pa tjetër. Po mirë, ka e pasere në element që përfiton nga situata, për shembull edhe ja futi qik, mo, hajt, fjalla kombëtar, e kupto? Kjo fut mja është problem. Kjo fut mja është problem, se këto tjera të regullohen, po kur e fut aty është ajo, se humb komplet shijen e asaj që ti ke plan për me të E kuptoj, i kalojnë këngët këshu, po kënga... Për shumë se më varet, ka momente që edhe të stakohet ke i herë rrjeshti i dytë, një fjallë, një diçka, se më varet se... Normal, mund t'jesh në dasëm, për shumë dhe i presioni, vin njerëzit ta afër ke veshi ma bëj qik na plonin, ti e tuk nuk kong gangstera, shavla, kong... Po, ti i shko aty ma bëj qik po thena këtë na ploni me qifteli, tari në ju limëritmin nga luft, e hedhim ke... Si janë dasmat veriore? Dasmat veriore realisht bën shumë bukura, se janë shumë elemente mrena që bën bukura. Duke nisë nga muzika e tabonit, surpriza që jemi ne për shembull që bëjmë shpesh surpriza, Topani nuk është kurrë i ndalur me dasmë veriore, dhe njerëz alegrik që kthejnë pa mos. Që shemin venin, jo që kërcejnë, po shemin venin. Po, na i leka udhet aty? Ku ka dasëm veriore që s'ka lek? Nashtia i shmonton mas njerëzit edhe ke gjepat. Udhin leka, nuk kursen ke kjo pjesë. S'ka shans. Kjo është pjesa më e rëndësishme për Martojmë djalin për muzikantat. shembull, martoj djalin e mos të hedhi lek ç'a thua. Jo, se rastis për shembull, ti tu i knu aty për vdekje. Këngë burrash nga këto historit, ai thjesht rri indiferent me atë gotën e shampanjës, kështu si like a boss, edhe vetëm John. Nuk ke fu dorën në xhep në botë. Ne mund t'jetë një rast i rrallë. E që i fusim këtë aty, ne i bëjmë këtë hareshëm. Se është për shembull se ka kur kënon një këngë me histori, me aty ka njerëz që aty edhe e respektojnë atë këngë nga Kush e ndjen e respekton. E respekton shumë. Edhe janë shumë të këto, jo, bashkë janë shumë të këto që e respektojnë. O çuna, për mu ishte era parë që unë ju dëgjoja duke këndu, po juve sigurisht keni kohë që këndoni. Doja dija, kur keni fillu karrierën artistike në muzikë? Ne kemi një kështu të ndryshme, se unë me Fitimin punojmë vitet e funit, po thuj se. Kurse karrierën, për shembull, unë kam nisë me ta thënë drejt, unë kam pas edhe babën, instrumentist. So i thon bab, nuk i them babi, kështu me prej. Bab, tamam. Po, tamam, malsore. Dhe me ato kam su i vogël realisht çiftelin, kurse me këndu kam nisë pak më vonë, sepse më fulçi njerëzit, e kuptoj tipi është shumë i çiftelisë, po pse nuk merresh me këndimin? Edhe u detyrova që u ngjita edhe me këndimin. Faleminderit gjithëve, na kanë mbështetur, realisht na kanë mbështetur shumë për këtë pjesë. Kemi shumë miq. Është e vërtetë se gjithmonë muzika ka trashëgimni. Gjyshi, babi, Më thënë nuk keni rastisht muzikë? Jo, muzika ka një damar. Nuk është janise muzikës, domethënë po s'pate si e thonë një rrem që të njeh trashëgimni. Po. Ashtu edhe ne faktikisht janë 4 breza që stërgjyshi, gjyshi, babi, unë tani do kena inshallah njekin. Do mundon të lëmë edhe brezave mëra, po me sem ty pas se ka qef shumë muzikë me çifteli. Se ka muzikën qef me çifteli? Ja. Po mi pra lufta juaj kjo është që t'ja leni dhe pasardhësve. Vallai, me shef duhet që ta trashëgojmë patjetër krejt brezëri. Po patjetër se muzika popullore shqiptare, sidomos ajo që ka flitet për histori brenda valla. Domethënë bëmë i shtjellu këngët si kjo Rete Zeza për shembull, bëhet film valla, bëhen filma, bëhen seriozisht kanë bërë filma prej këngëve. Po pra, prandaj po them që do rujt edhe do rujt mirë në për sërtare me shumë dryna. Është trashëgimnia, është kulturë,
Po patjetër. Një Diçka e popull bukur. që s'ka art, s'ka kulturë është Sot Është mërdhiti. faktikisht është diçka e bukur se ka edhe tri shumë që po apasionohen mas instrumentave si sharki, si qifteli. Janë shohim shumë që po edhe është diçka e bukur. Me thënë drejtën, TikTok unë kam pa kaca çuna që dalin këtojnë me qifteli. Është prandaj është një diçka shumë e mirë kjo që domethënë janë duke risjell se është një diçka që Po, shiko, mendoj që po ja shohin ajrin se tashi të marrësh lek me vetëm me 2 tela, është kulmi, po gjithsesi aty është Tu është magjia. problemi se e kanë kthy pak në biznes këtë pjesë. Ashtu, ha? Patjetër. Po mirë, tani përderisa ti e posedon një talent tillë, pse mos më e shfrytzu për është pjesë që dhe kënaq publikun, po dhe vlerësohesh se pagesa që merr është formë që ti vlerësohesh. po, është vlerësim. Po, është vlerësim. sa më shumë, aq më vlerësum. Po edhe më shumë normal se të ka vlerësuar më shumë. Okej, unë kam i përshëndetje për kameramanin ton të modh, Aleksandr Budani! Përshëndetje. Aleksandrin e kemi katunar Tirone, jo, Elbasoni më duket. Okej. Përshëndesim. A kene i damara ne nga veriu ti vllai? S'ke, a? Snimojnë do çunat me kënu. Jo më kanë. Keni na i kong Shqipëri e mesme? Ore, po si ka mundsi edhe Shqipërit mesme këndoni ju të dy? Është diçka e bukur edhe Shqipërisë mesme, edhe të veriut, edhe pogonishte kur na jepet shpesh herë mundësia, edhe vallet jugut, domethënë E kuptoj, po Gjitha që ka keni të rrezikshëm fare ju, valla. Tash e do hym treg. Do hym treg tash. Po, do hym treg, qëllimi... Ta shoh në ditë në reklam mbrapa shtrojm pllaka kështu zonë. Qëllimi këtij podcasti ai është që të promovojmë artista, këngëtar, instrumentista. Gjithmonë ke Zozo. Te Zozo Podcast! Ore, sa ja rum emrin këtij djalit Sergio. se prezantum këtë. Sergio e Gjaf, përshëndesim. organisti jon. Okej, Sergio është një nga talentat më të ri që ka muzika shqiptare si organist. Është shumë i talentum. Është pjesëtar i grupit Kuksi dhe Dibra. Okej, super fare. Shiko, Dima, a ju ka rastis në herë në për dasma në për evenimente në i historik shu interesante që a vle për ta tregu këtu të Zozo Podcast? Histori pa fund ka. Sa dushë? Në i gjokë shu interesante për të qesh. Ajo Histori pukës. ka edhe kur janë shumë të zvin ka i herë edhe ashtu po janë Ndodhin, ë? Ndodhin shumë edhe janë Episodet ndryshme, loj. Kemi lloj historish me thënë drejtë, po shumë mirë, mirë kemi shiko. se dasmat kanë pak më shumë mohen pak që mos ndalin, po kur jemi shumë neje që rrim, shumë ka historia. Biles njënën po e nisi unë e di se ka për të bë fitimi për një lek po më. jepi zjarr. Na thirrën me një not diku, ishim se spoza me emra kështu edhe aty ku ishim tuk në unë e ky, na kishim pozicionuar diku si skiç. Edhe ishte një fëmijë i vogël, po ishte shumë i shkathët ai fëmijë, si shkajzoi veni kërkun. Ai fëmia që vjedh lek gjithmonë. Jo, nuk ishte të vjedh lek me atrasa, ishte të bëj sa tjera. Edhe vazhdon ky kap lug, shkon e rrezon laptopin atij, prishin ca gjëna, ndërkohë ne ishim tu këtu. Këtë bash vinte në lunta ato gjënat aty te pulti. Me një moment ku ne ishim tu këtu, vjen i shtyt mikrofonin fitimit. Dhe ja plas këtu, thash unë shysh si ishe të bëk shumë, si Dhe i fuzoj mikrofonin gojë. Se janë ato... Po t'jek ma dhe rasti. Ka qenë pjesë që me zor po knoshim, po me zor po moshim të qeshme, sepse imagjinoshim diçka tjetër. E kuptoj. Imagjino shumë. Shkote mikrofoni gojë. Ka qenë një rast tjetër ku ishim të ftuar special me 2 kolegët e mi. Edhe erdhi momenti si i lidhëm stativat, mikrofonat dhe do ulshim se knoshim kam kryq aty në mes të pistës lokalit. Okej. Mirë po, një nga kolegët shumë i lidhëm me telefonin. Këtu gjithkohës. Po, për momentin e la këtu në anë edhe gjithmonë kur është një më i madh i thona që thuj 2 llafe përpara
përshëndet zotën e dasmës ose çiftin si si gjithmonë. rrej. Mirë baj, duke maj menen këtë telefoni, tham tani jep, ne kishim lidhë gjithë veglat, gati, ashtu tha, jepi tani thuj dy fjalë. Alo, përshëndetje të gjithëve. Mi që s'mori mikrofonin të avon si Ishte telefon. një moment ku me zër po vloja nga brenda, po i dha Sharkis brom si ishte i lidhëm në foni Sharkia që u Mos ta kupton si Çarnov. Po, kapi situatën prap. shumë moment i sikletshëm ky. Te dasma të rumi, realisht te dasma të rumi shumë sa është përgjithësi e madhe dasma. Po patjetër Nuk se kthehet di dy herë zoti i xhirini shtëpis. aty, është Ku ti diçka. thua alo mimrom atje? Edhe te mimikat e fytyrës rumi shumë seriozisht, nuk rrimte po a dim ky repertor dhe mbaroj. E sheh veten te memet pastaj. Po me këto, po bosh me direkt. Te mramet kështu ka pa fund, ka pa fund. Për shembull me një rast tjetër, dikush që kishte se ta shtëpia bot vetën, ishim tupina dhe kena kënu 13 herë një këngë. 13 herë i këngë. Panol, ai gotën e birrës, ne prap këngën. Ai këngën e birrës, dhe prap po e njëjta këngë domethënë ishte. Imagjino kur Ka pa keni fund, shkuar në ka shtëpi pa tu flet gjumë. Ja, i thash atij Papa tash, këngë. faleminderit tash se kisha rrunja 2 fjalë në fund e mësova për mend tash nuk harroj më fund. Ka pa fund histori. Po këto dasmat zgjasin shumë këto dasmat e veriut. Shko, kanë zgjasin realisht, zgjasin shumë sepse tash i kanë filluar dhe të i zgjeru surprizat e të i zgjeru vinë lloj gjëra gjatë dasmës së diku. Fusin koreografi, fusin janë peshë DJ, popullore, fusin. është ka shumë bën surpriza nga jashtë se tash janë kreti jashtë shtetit me njerëz me mund vinë 1 ose 2 ose mund vjetë 3 surpriza në kanë me një dasëm 3 surpriza. Po çak ngeluhet për ju për djali kënu. një surprizë, djali tjetër një surprizë, prap djali tjetër një surprizë. Imagjino boll me këto surprizat morim na i lek, o vllai. Te pjesa e qytetisë është më mirë se na hym e marrojmë punën e dalim jashtë, po kur je gjatë gjithë dasmës atëherë është gallat. Po shikoj ju knoni kështu sofra, ha? Uleni të dy me çifte li edhe këndoni. Kam pa ca video në TikTok që janë shumë virale, po fitojnë shumë lek këto tipa kështu. Keni pas ndonjë nga këto shifrat? Na qerasin. 20-30.000, 40.000, 50.000, Ja, çfarë pas këto? 20-30.000 si shaktu. Kemi pas, kemi pas. I falenderojmë kret ato që na kanë bërë pjesë, kemi pas shumë apo jo. Ti ke ngalu 10 e lart, deri aty afër. Oho, super. Fare. Po mirë, do më thënë që ja keni pa ajrin kësaj pune. Mirë. Kur jep kënaqësi tjerëve me muzikë, edhe ato na respektojnë edhe na nderojnë shumë. Them drejtën nëse kemi pa kurrë si biznes, si punë. Ma shumë është pasioni, më shumë se pasion. Sepse edhe është kënaqësi. Të dy e kemi edhe nga një punë tjetër që s'është se e bëjmë kjo bëhet për shef, se muzika është shef, është art. Po patjetër s'mund thush po bëj muzikë për hall. Patjetër. Mu më rastis tuk e studio për shembull, vjen ai një që porosit në këngë. Edhe i them çmimin e këngës sa kushton, thot, mona se kom halle ma buri dhe jo. Po ti kur ke halle, mos e bëj. Mos hajde me bë këngë, ma uli çik se kom halle. Po s'bëhet kënga për hall, njerëz. Sidomos janë sa që kanë shumë, valla, s'din ku t'i çojnë, se nxjerrin lekun nga xhepi. Po, ai që koha aty rruju sa stjep. I thu për shembull, ore, kaq bë kënga. Jo, shumë, thot. Shumë. Se kështu realisht ne na thon kur na bëjnë telefon për shembull, do bëj një surprizë filan vend dhe i themi çmim, po 10 minuta jeton ato po. E ndërkohë ka marrë DJ 1 milion lekë në krah tjetër këtej. Tamam. Po, ka kosto me boj dasëm, ka kosto, ha? Shumë lekë argjën shqiptarët për dasma. Po, është tradit. Sidomos të ftumit që vishëm ato fustonet me xixa, me gjonë. Vjen, kur vje ftesë e dasmës, duhet me menu se... Duhet me marrë kredi, o plak. Duhet menosh mirë. Vjen dita se... Ai që do martohet e din se ka bë programin ashtu, po të ftumit që do procesin perukerit, do procesin, lufta e kanë tjerë. Tamam. Ne burrat marrim punë maksimumi me 100 që ne marrim punë, po. Me 100 që? Po themi ja 200, nëse të përdori zona maksimale, se ne thjeshtet me kaq marrim punë, po kur ty ishte frema. Sikleti i madh është kur të vij ftesë për dasëm. Sepse ka kosto, nuk është problemi tani
Se thuti i herë martohet Robi, po ai martohet i herë, po ne na duhet shkojmë shumë herë në përdasma. E kupto? Ai martohet një herë, po është komshiu tjetër ose njeriu tjetër që martohet për zyti pra masë. A ju ka rastis në herë të martoni i Rob 2 herë, 3 herë? Ja, nuk në kanë rakshë. Një fund i qunë. Inshallah s'na ndodh. Një fund njonin që i kameraman që ka martu njëjtin e ka martu 4 herë. Jo, është fata, jo realisht. Deri 4 i liot, s'ka mo. Është pjesë tjetër, për i shoh kameraman, domethënë i ka bë dasmën aty dhe është prish mirësia dhe ai si ka marrë akoma lekt. E ka ftu prap për herë dytë që i ka thënë tani do m'japish lekët para se të vi për dytë. Do të thonë është prish hala por te tas pa e dytë hala s'ka marrë lekët para. Po për shembull ai ju ka rastis që merr i zoti dasma, do të thonë ju ka dhon ka parë gjona dhe prishet dasma, thot ku diun do linusja burro valla, u prish. U prish dasma. Ka rastis një herë. Seriozisht se tash më kujtu, ka rastis vjet. Po, këta janë. Si që do linusja burr? Jo, që kishte filluar. Po jetë që këtë dalë, mori ty kërë telefon dhe e zotë me më qej dhe ka parin e folem edhe fill mas një muj që shtu kërë i bia unë për të konfirmu datën, të shqe ku ti jemi, e mojnë telefonë, o vlaj, thamë ma ba Allah se këma ru me të mërta, po ndaj qifti. Po të shi dhramit. Po ti më dhe në ka parë, më ti hash nështë, mirë Jo, ka pari s'kthehet, pra një meret ka pari. Pa normal. Super fare. Po ka herë, njerëz tonë edhe kemi këthy njerëzve tonë. Jo keni këthy? Jo, gabim. Njerëzve tonë. Ta vje keqë, por se s'dumi t'i ranojmë këtë. Shu, Nuk i dihet se si vje jeta, po, fix fare. Okej, çuna, kush është plumi tjetër i radhës? Ja, tash do ta zbusim, do zbresim pak më poshtë. Okej, çuna. Ziar maestro! Me shkun kur bedzi Ani shuj bredjale Qka më kalzove ti Tash si vjen për vera S'kam qka baj pa ty Ani shuj bredjale Qka më kalzove ti Tash si vjen për vera S'kam qka baj pa ty Për kujtim t'i laje sa hate alti Për mu kur t'merë mali o maj bukuri Me shkruj ma një letër pash dy sytë e zi Për mu kur t'merë mali o maj bukuri Me shkruj ma një letër pash dy sytë e zi Tutave shpustoni e shile Dile në der mojt rando file Tutave shpustoni e shile
dil në der moj trëndofile, dil në der të të shofa man, qish po thue, qish po ban, dil në der të të shofa man, qish po thue, qish po ban, ajde moj se jam vetëm o, ajde moj se jam vetëm o, ajde moj se jam vetëm o, ajde moj se jam vetëm o. Mamuti vetmia. E futa vesh fustane të verë, dil në der të të shok njëherë, sa ta shosyni me zi, nuk e la moj pa të martit, ajde moj se jam vetëm o, ajde moj se jam vetëm o, ajde moj se jam vetëm o, ajde moj se jam vetëm o. Ik morë zotë se më diktoj nona, mi ka thonë dy fjallë të thona, do të bojnë use me duvat, do të japë cocën për merak, nuk mundem me ardhu no e jo, nuk mundem me ardhu no, nuk mundem me ardhu no e jo, nuk mundem me ardhu no. Oj! De, Super, Po ç'ishte kjo këngë dashurie? e thash e zbutën pak, jam pak ma poshtë. Sa më poshtë, aq më shumë i kënojnë dashnisë. Pa tjetër duke. Njerëzit, ë? Është me duke zbrit. Po që se kënove dashnisë marrë muhabeti. Ore, më vërtet, si ka mundësi, që si kanë kënu dashnisë këto burrat atëhere që i bishin çiftelis me mustaqe kështu. E Kanë se kënu linte, vetëm ato nuk i linin gratë me mrejna, mor, jo me kënu dashnisë. Ore, po mi më e shumë e abishme, për shumë jugu ka këngë dashnie. Janë ma të botë këta tjo. Jam atë but jugu, ta? Tjetër. U maj men deri vo, për shumë, përjetoj vetë, babën kur hytem një me gjelisë, ose kur thirë të digon të shpje, nësë këshim shansë me i mrejna. Ashtu, ë? Në mënyrë kategorike jashtë tote se na prish një harmoninë. Se pak me ndru muhabetin ati, mirë të nasha ishim me. Ka qenë sidra, do me thanë që e ka pas majt. Sedra i burri malësisë që nuk normal. prullet para imazhit një Tanë ato femre. musteshje si kishte ai, kishin peshën e vetë ato. Po pse burnia e një mashkull i ke mustaqet varet? Të shi këto kanë qenë disa shenja realisht që i kanë mojtë. Është musteqe, duhani, kafja, ksula. Kanë qenë se realisht burnia nuk motet me Patllakja. musteqe. Po, e patllakja. Me mulli atëre kështu, si sherifat, pau! Të fundit të rujtë për veti. Sahati ka qenë me gjestan që nxjerrshin. Sahat. Sahat me atë gjatën, tamam si varste. Po. Ato burrat më të fortë i kishin për Florinit, sa i kishin argjend, 18 vjeç vendoste pushën në shpinë ai. 18 vjeç. 18. Se den 18 nuk u lejo, as hasmin smerti gjak. Den 18. 18 si të vendoste pushën në shpinë, nëse vendoste pushë. Pa vendos nuk... Nëse nuk vendoste, ditët e sot me i thënë gay, por... por që, do më thënë, qësës vendoste pushë nuk e vricin, e qësë vendoste pushë, kishte drejt hasmi me morë gjakun. Qa thurë? Si bas kanunit. Po mirë, po si ka mundësi... Se kjo tradita që kanë ndryshe, kjo po flet për kanune, për këto gjërat që janë këto. Po ditë e sotme nuk pyesin për Kanë ndru çështje shumë, moshe. Kanë ndru shumë. Tasha këthy bota mrapsh.
Sa s'pyet kush për mosh, ma. Ashtu, a? Mos I raft kuj për hise, I themi ne. Për zotin. Kanë ndryshuar shumë, sidomos rinia e kanë humbur një far respekti, po e themi kështu, ose janë Ai druni I babës ose I mësueses, se unë kam përjetuar në kohën që më ka parraf edhe baba dhe mësuesi. Bilet mësuesin drejtorin e shkollës kam pas njëri temi më rrafte më fort se këto tjerë. Ai ishte ai që na mote në Çinë që s'boshim gabime. As nuk ziheshim me kolegët të shkolla, ku shkonim e kishim ultimatum me thënë mësuesit mirëmëngjes. Me le mësues, jo si të shi që qonë, o zysha dali qik jashtë, po me le mësues atë dal jashtë. E kam gjutë diku, shpulla e babës taj është institucion, o shok. Jo, sak është institucion. Të bërë rob. Të kishtë rref mësuesi, po si shkosh ati të shpia një herë të rref të aji për merak të më në atë ka. Sa të kanë shku kockat në vend. Ato ja kanë majtë. Të shi, u heq dajaku, vazhdutën të tjera, telefoni. Qikuriku dajaku. Shikuj dajaku do lenare, si gratë, si fëmijë, si burrat lese na hangër në mazit për. Okej. Djema, kush është plumi I radhës? Hali kolegi herë. Eu vin pampura të mojnano per rreth detit. O dile shifni mojnana, skerte mrejetit. O dile shifni mojnana, skerte Eu zhim sa qajshin mojnana, zhim sa knojshin. O ka një letër mojnanëvi, lajte qojshin. O ka një letër mojnanëvi, lajte qojshin. Eu ka një letër mojnane, qojnë vilate. O për 7 vjet o mojnanëna, presin grajate. O për 7 vjet o mojnanëna, presin grajate. Mos na prishin mojnano për 7 vjete. O leti marrin mojnano, burat plejeqe. O leti marrin mojnano, burat plejeqe. Burat pleqo mojnano, pleq të vjete. Oj shala vjen o mojnanaj, deverat jetër. Oj shala vjen o mojnanaj, deverat jetër. Ju lump të goja! Derit. Stanova I qika. Live e ka. Gjonat laga. Live jena, a jemi live? Mirë, okej. Ej, miq të nderuar, siç ju kishim premtuar që në fillim të emisionit, çunat kanë një surprizë për ju. Sigurisht, neve
do marrim pak kohë derisa çunat bëhen gati, por do ju garantoj me jetë që kjo do jetë performanca më e bukur te ky podcast që do bëj Kuksi me Dibran. Ke Zozo. Te Zozo podcast. Okej, sa të marojnë çunat para përgatitjet, neve do qëndrojmë pak bashk. Ky emision, siç e dini, fokusin e vet e ka tek promovimi i muzikës mirë, tek këngëtarët, tek talentat, ke instrumentistat, tek çfarëdo lloj artisti. Pra, në qoftë se jeni të interesuar, mund na kontaktoni tek numri jon i telefonit, WhatsApp, në YouTube, në Instagram, TikTok, gjithandej. Jemi gati! Atëherë speciale konga radhës do ta qojmë vetëm për Zozon. E përshëndesim edhe vetëm këtë rast. Edhe për shikuesit. Edhe kolegun shumë gjithashtu. E te Zozo podcast. Zjarr çuna. Fitim, mër djala zgon, besat rim, ke thonë se jam. Emisioni ashtu marrue, mos shumë fitim jem vonue. O Fatmir, o qka të gjeti, a më the mua, po i the veti. Të dyve. Primas gan, o me thotë shoqënia, E lëmë Zozon e hikimo të shpia. Rini këtu, ku ka dhe i keshmia, maroni kongë. O përbes burra u bakja me ti, Zozo që në ka unë halë për veti. Ose mi lodhë more në la gjuni, për racion o në shtu e huni. E nuce o sunë poj thome, do me gjetë poj emni në madone. O ka haj kam mërë mik buto me spote. O telefonin mërë se hek dore, o për shpia o si navitore. O e besan halë mërë në ke mira, fjallën dysh o zguzoj më me ba. Pa ka burra këtu. Ose qifte lisë mërë janë kutu në teli, shpite me krajs o qifte teli. O rogva
passato divona. E mjet në burrat që shamrote. Mëre taksirat, na ka zonë me gërot, o fitin kur shkët. Opa! Ore, ju lup dhe goja na knaqet. Tani, Ashe që ka dhe kongë të buta me shqiptiri? jo, kjo ishte më e butë se e buta. Kjo ishte shull fare. Kjo ishte tamam qull fare. Oke, miq të nderuar, ishim te Zozo Podcast me këto dy këngëtar të mrekullueshëm që sot performon te Zozo Podcast, një super këngëtar nga Kuksi dhe një mega këngëtar nga Dibra. Shumë faleminderit që ishi çuna te Zozo Podcast. Të përshëndesim shumë Zozo, dhe është diçka e bukur që ti ke kriju për gjithë kush don të bëj një performim Live. Kjo është diçka, prandaj është diçka e bukur. I thënë një fjale këtu motën burrat. Fix fare. Ja shishi ja Mejdani, ja dhe Zozo Kapedani. Ecim! Okej. Mare mirë, inshallah. Faleminderit shumë. Do ju lutesha që ta ndiqnit në gjithë platformat tona sociale ku neve ju pikturohemi, si Instagram, TikTok, Facebook, gjitha nej. Ju përqaputhim edhe kalofshi sa më bukur. Bye! Ju pafshim.